Pamjet e para nga kamerat e sigurisë kanë dokumentuar momentet ronditëse të atentatit mafioz që i mori jetën 29-vjeçarit Ermir Dedja në orët e para të mëngjesit të 20 majit në Durrës. Në video dëgjohen qartë të shtënat me armë zjarri dhe shihet lëvizja e autorëve që largohen me shpejtësi nga vendi i ngjarjes menjëherë pas ekzekutimit. Ngjarja ndodhi në lagjën numër 18 teksa Dedja sapo kishte zbritur nga automjeti i tij. Autorët e pritën në hyrje të pallatit dhe e qelluan me breshëri Kallashnikovi. Viktima mbeti fillimisht i plagosur rënd dhe u transportua në spital nga banorët e zonës, por nuk mundi të mbijetonte plagëve. Pak orë pas atentatit, hetimet e policisë çuan në një tjetër zbulim të rëndësishëm në fshatin Gërdec në bashkinë e Vorrës. U gjet një automjet i djegur që dyshohet se u përdor nga autorët për t'u larguar nga vendi i krimit. Brenda makinës, hetuesit zbuluan dhe një armë zjarri që mendohet të jetë ajo e përdorur për vrasjen e Dedjas. Grupi hetimor ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë, ndërsa arma dhe automjeti po i nënshtrojnë analizave balistike dhe ekspertizës kriminalistike për të zbuluar gjurmë të mundshme ADN-je apo prova të tjera që mund të çojnë në identifikimin e autorëve. Ermir Dedja, me origjinë nga Shijaku, ishte një emër i njohur për policinë. Ai kishte precedent penal në fushën e narkotikëve dhe dhunës me armë dhe së fundmi kishte jetuar në Gjermani. Një nga pistat kryesore të hetimit është ajo e një krimi të porositur jashtë vendit për larje sapesh, ndërkohë policia po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e autorëve të atentatit, i cili mban të gjitha tiparet e një ekzekutimi mafioz të planifikuar në detaje.